E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar pak lëvizjet brenda shtëpisë së Big Brotherit, qëndrimet e banorëve, aleancat e reja që janë bërë dhe lojën e tyre. Ditën e sotme u bë krisja në një farë mënyre mes Rogertit edhe Juelës. Ju e dini shumë bukur që Rogerti dhe Juela ishin një dyshe e pandar, ishin një dyshe që shkonin kokë më kokë, por unë e pash që në momentin e prajmi që Juela ndryshoi diçka. Do me thënë edhe mesazhe që vinin në shtëpi, në Big Love, e bën Juelën që të ulet edhe të mendon se çfarë po ndodh me rrugën e saj, çfarë po ndodh me përditshmërinë. Do me thënë, apo del Juela bukur tek publiku, apo nuk po del Juela bukur tek publiku. Gjëja e njëjtë në shtëpinë e Big Brotherit po ndodh edhe me Mirin. Ditën e sotme Rogerti dhe me Mirin pati pak, me thënë të drejtën, muhabete të vogla, sepse Rogerti në grupin e tij, që do me thënë e ka dhe këtë Livian që është kokë e prerë në lojë, dëshiron që do me thënë të jetë lideri. Tani, a bëri Miri zgjidhjen e gabuar? Rogerti është një ndër banorët më të fortë brenda asaj shtëpie. Do me thënë është i vetmi banor që asnjë nga banorët e tjerë nuk mundet që ta lufton me debate, me dinamik, sepse është ofendues. Dhe ai që në momentin e parë kur ka hyrë në shtëpinë e Big Brotherit, ja ka bërë me dije banorëve. Unë këtë rrugë e kam zgjedhur dhe këtë rrugë do ta çoj deri në fund. Tani çfarë ndodh? Miri si banori që ishte më bombastik, më i forti, përzgjedhën që të futet në aleancë me Rogertin. Shkurt thënë, përzgjedhën që të djegën veten e tij. Çfarë ndodh sot? Miri u trëmb, sepse Miri e pa që Rogerti e largon Juelën, që e kishte, do me thënë, pikën e tij të dobët. Para 2 ditësh në shtëpi ka thënë, kush ma prekën mua Juelën edhe Livian, me mua e ka punën shumë keq këtu brenda në shtëpi, unë hakmerem për to. Sot Rogerti e heqën pikërisht atë gocë dhe Miri u trëmb. Me thënë, Miri e pa që nuk i del pazari, sepse Miri u doq. Selina po ndërton një lidhje dashurie, e shfrytëzoi Miri në këtë rast, bëri lojën e saj, u ngrit në lojë, sepse Selina u ngrit në shpinën e Mirit, se po të mos ishte Miri, Selina nuk do të ngreshte dot, sepse Miri ja dha vëmendjen. Ishte Miri ai që qante në shpellë që ç'a bëj unë këtu, duhet jenë me Selinën, asaj ka ardhur letër nga babai, unë nuk jam afër saj. Miri do me thënë rinte te dera varr Selinës, vetëm e vetëm që t'ja bën qefin, dhe Selina suportohej te publiku. Tani Miri shkon te grupi i Rogertit, qëndroni dyti, duke pat potencialin të qëndroj pari, dhe çfarë ndodh? Do me thënë shkatrohet komplet loja, shkatrohet komplet marrëdhënia dhe tani Miri ndjeti frikësuar. Unë mendoj që Rogerti do ta mban edhe pak Mirin dhe më pas do ta godet. Sonte Rogerti ka një surprizë. Surpriza e cila do të futet për Rogertin, duke i dhënë informacione në një farë mënyrën, Rogerti do t'ia ndryshon krejtësisht lojën. Dhe në momentin që Rogerti do ta ndryshon rrugtimin e tij, atëherë Miri do të digjet komplet. Unë mendoj që Miri nuk diti ta logjikon lojën, nuk diti ta mendon lojën, dhe kjo e bëri Mirin që të jetë realisht